në studio me vazhdu me pjesën tjetër të programit Radar dhe duhemi mu bo pak serioze, e morët malin, e morët. Ne në studio sot kemi Fitore Pacolli, që është Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, që për mu është naci me pas e kom taku para shumë vitësh krejt në një atmosferë tjetër, sot kom knacin me pas në rolin e ministres, tashmë sa vite aktivizuar në politik aktive. Përshëndetje, mirë se erdhe, Ministre. Përshëndetje, mirë se gjeta. Si e? Mirë. Qysh po shkon? Shumë mirë. Mirë? Një farë lomshi është bo në vendin tonë, por tash... është interesant se unë s'po merrem shumë me lomshin, se kam një lomsh tjetër në ministri dhe jam fokusu 100% ministri, kështu që i kam lënë kolegët e mi me u marrë me lomshin. Okej, mirë shumë. Dje është e melu ministre dhe arsyeja pse të kemi thirrë që është mjedisi një prej çështjeve kryesore që neve na shqetëson për ditë. Ani pse kemi pas plot pikpyetje çaj takon mjedisit, çaj takon ministrisë tjetër, por konkretisht arsyeja e ftesës është një gardë për mbrojtjen e natyrës. Kjo për herë të parë është themelu dje në Kosovë. Ç'a bën kjo gardë? Për çka është? Është themelu për herë të parë dhe është iniciativë e ministrisë që udhëheq unë. Pra, ideja ka ardhur prej angazhimit aktivistëve vullnetar në për teren, pa pas një ndërlidhje me institucionet, pra ata e kam bërë vazhdimisht. Edhe unë fotografët e botës egër i kom pas aleatë dhe gjatë punës si deputete, gjithmonë ata më kanë ndihmu me material, me fotografi, edhe ne kemi adresu ato në për institucione. Okay. Edhe kështu ne dashtë me institucionalizu, pra këtë vullnet mirë të njerëzve që dojnë me mbrojt mjedisin, dashtë me i institucionalizu, me i dhënë autoritet, edhe me i lidhë direkt me policin, edhe me inspektoratin mjedisor, ku ata mundën me raportu në linjë direkte për dëme që bëhen mjedis, dhe policia dhe inspektorati jonë mjedisor i merë parasysh edhe i trajton me prioritet. Kështu që edhe tani duke mendu si ti institucionalizojmë, si t'ju japim fuqi, ne arritëm në krijimin e kësaj garde, e cila është në vullnetare, dhe ne synojmë që këtë gardë të arrisim. Pra dje i kemi pas 100 antarët e parë, edhe po shpresojmë që dita ditës kjo gardë rritet, edhe ndotësit e mjedisit ta kenë të qartë që tashmë nuk kemi numër të kufizuar të njerëzve në teren, por kemi secili qytetar që do të jetë pjesë e gardës. A mund të raportoj? Edhe një qytetar i rëndomt mund të raportoj, apo vetëm ata që janë pjesë e gardës? Secili qytetar mund të bëhet pjesë e gardës. Ne kemi dashur që ta mbajmë këtë institucionalizimin, ta rrisim edhe ta thellojmë, kështu që secili qytetar që dëshiron të raportojë dhe të bëhet pjesë e gardës mundet me u antarësu të ne. Çfarë raportime ka për ndotësit e ajrit? Kush është ndotësi i ajrit i mjedisit e ne? Tani, nëse flasim për ndotësit individual, kemi qytetarë që hedhin mbeturina ose ndezin zjarre pa kontroll. Nëse flasim për ndotësit më të mëdhej, pra kompanitë private, janë ata të cilët edhe hedhin mbeturina kur t'i kryjnë punët e tyre, edhe ndezin zjarre, edhe shkarkojnë ujëra, pikrisht, edhe shkarkojnë ujëra të ndotura në lumenj. Pra ka lloj-lloj ndërhyrje në natyrë që i bëjnë njerëz të ndryshëm, kompani të ndryshme, grupe të interesit, dhe ne këto për t'i kontrolluar me lehtë kemi dashur me bashkëpunu me qytetarët. Pra hajde bëhemi të gjithë jemi gardian, ta mbrojmë mjedisin ton, natyrën ton përmes angazhimit ton vullnetar. Kjo mbrojtja mjedisit a bën, a është e përfshime edhe kjo shtrati i lumit, dami që u bohet, ose... A e përfshin gjithë zonën e Kosovës, edhe zona turistike? Po, gjitha. Ne si ministri e mbulojmë komplet teritorin e Kosovës, edhe kujdesemi për mbrojtjen e maleve, pyjeve, lumenjve, rrjedhave, prockave, pra çdo gjë që është midis ajrit, çdo gjë që në një kuptim të përgjithshëm ministria kujdeset për natyrën në përgjithësi. Pra, edhe për shëndetin tonë, sepse nëse ndotim ajrin, edhe ne smerremi me të, i bjen që ne po lejojmë një ndotje të tillë dhe përshkatrojmë direkt shëndetin e njerëzve. Kjo, me qenë se qenë ka edhe ndotja ajrit që i takon Ministrisë Mjedisit,
A mund kjo të na nxjerrë neve në vitin e ardhshëm në një nivel pak më të mirë të ajrit, meqense se vendi ynë njihet për një ndotje masive të ajrit, ne jetojmë në një oksigjen të ndotur. Po, apo është një prej hapave që do ndërmarr? Është ndotja e ajrit është më specifike sepse ka ndotje të ajrit që vjen prej grupeve më të vogla, që janë ndezja e zjarreve, ndezja e gomave, të cilat e ndotin ajrin. Këto në një farë mënyrë kanë me u kontrollu, edhe do t'i kontrollojmë. Pjesa tjetër e ndotjes së ajrit që vjen prej industrisë publike dhe asaj private. Prej industrisë publike është keku. Ne prodhojmë rrymë prej qymyrit, edhe rrjedhimisht qymyri është ndotës, por këtu Ministria e Ekonomisë është duke punu intensivisht me e ulën ndotjen deri në 60% që vjen prej kekut. Para një muaji ne bashkë me Ministrën e Ekonomisë edhe me Zyrën e Bashkimit Evropian dhe me organizata tjera ndërkombëtare kemi nënshkruar një marrëveshje që deri në vitin 2030 të ndalojmë komplet derdhjen e kekut në lum. Pra kemi filluar me adresu ndotjen që vjen prej industrisë publike. Okay. Ndërsa pjesë tjera, pra ndotja vjen edhe prej veturave, që kemi me punu ngushtë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit, në mënyrë që të shohim se cila është do të jetë mundësia me e ullë numrin e ndotjes që vjen, sasinë e ndotjes që vjen prej transportit. Në këtë formë, lëvizja vetëvendosjeve që pat prezantu si premtim edhe zotim për këto 4 vjetë që me investu në krijimin e një transporti, pra anën Bankë Kosovës, transport publik, ku qytetarët mund të udhtojnë në secilën komunë të Kosovës dhe ndërmjet komunave me një bilet 10 euro në muaj. Të lashet me turinave kemi edhe brenda komunave, se di çfarë bashkëpunimi keni edhe me komunat si ministri, brenda zonave të qytetit. Po, tani na si ministri jemi të trajtu seriozisht çështjen e mbeturinave. Kompetencat tona në mbeturina janë, sa i përket zonave urbane, janë 0, ne s'kemi kompetenca aty. Mirë po ne po punojmë që me ligjin e ri për mbeturinat të krijojmë një standard të cilin të gjitha komunat duhet me respektu. Okay. Ne si ministri do t'i ndihmojmë komunave në trajtimin, në ngritjen e kapaciteteve për mi trajtu mbeturinat, mi menaxhu në fakt, sepse me ligjin e ri trajtimi mbeturinave kalon tek ministria, pra në nivelin qendror, ku ne po ndërtojmë qendrat e reciklimit, grumbullimit, të ndarjes, dhe komunave do t'i ndihmojmë që ato të krijojnë kapacitete për ndarjen e mbeturinave në burim, si dhe grumbullimin e tyre. Pastaj cila do komunë që dështon të plotësoj standardet që ne kërkojmë, ne do të mundohemi që të prezantojmë edhe shkopim. Pra përveç karrotës që ja japim, pra incentivës, mbështetjes financiare, nëse komunat për shkak të neglizhencës nuk trajtojnë mbeturinat tamam siç duhet, atëherë ne do të kemi ndëshkime financiare. Okay. Ministria ka në fakt qeveria pa të promovu para 2 viteve, kryeministri pa të promovu kartën për qytetet të gjelbra dhe të qëndrueshme, dhe tani është në buxhetin e ministrisë, edhe ne kemi ndihmu komunave, pra në projektet cilat kanë të bëjnë me trajtimin e mbeturinave, në pastrimin e lumejve, në uljen e ndotjes që vjen prej transportit, sepse ndotja e ajrit vjen edhe sidomos prej zonave komunale, pra prej komunave. Ne kemi në qytete zona cilat janë tepër të ndotura, dhe qytetet jashtë në Evropë marrin vendime, si themi krijojnë zona pa vetura, edhe gjatë gjithë kohës, po edhe zona me një numër të ulët të veturave, pra vetëm ato që duhet patjetër të kalojnë, si që në autobuset, në mënyrë që të ulin ndotjen në orët kur ndotja shumë e lartë në një zonë të qytetit. Sa vullnetarë janë pjesë e gardës? A ka një numër që janë aktivizu? 100 janë prezantu dje, nuk kemi thënë kartelat, 60 janë të rritur, pra që kanë kartela zyrtare, 40 janë fëmijë, edhe ne këtë kartën e gardianit junior kemi me ja u shpërndarë fëmijëve tjerë, në mënyrë që ata janë
ata t'jenë gardianët junior, pra për lagjet, parqet, rrugët ku ata rriten, në mënyrë që ata ju vetëm edhe vetë të vedisohen dhe të kuptojnë që nuk duhet me hedhë mbeturina, por t'i qortojnë edhe të rriturit. Edukimi më i mirë i njerëzve të rritur ndodh përmes fëmijëve. Po kur fëmijët i rrinë gati prindërve të tyre që të mos e ndotin mjedisin. Mirë shumë, dalim pak te Brezovica, jom premtu 500 milion, edhe ka qenë prej premtimeve ma të diskutueshme, investim Brezovic, si do të bëhet, kur parashihet? Tani ne gjithë dim jemi rrit me Brezovicën. Brezovica është një zonë tepër e rëndësishme dhe strategjike për shtetin e Kosovës. Kështu që kanë fillu punët administrative. Prej premtimit juaj atje kanë ndryshuar dhe çmimet. Me siguri jeni në dieni kanë ndryshuar çmimet e tokave, shtëpiave, gjithçka, veç për shkak të një premtimi. Nuk e di çfarë do të bëhet, por është me të vërtet zonë premtuese për vendin turistik. Edhe si vjet ka pas skiator nga mbar Evropa që kanë ardhur. Pra pavarësisht kushteve aty vinë dhe skijohet. Përndryshe, sikur si vjet që ka pas komente shumë të mira për terrenin e skimit, thonë se s'ka pas viteve të kaluara asnjëherë. Ku jemi dhe kur fillon ky projekt me u realizu? Tani investimet e leta dhe sa për me mbajt ashtu si që është gjendja janë të bëj jashtëzakonisht shumë në atë pjesë, pra ka edhe kërkesa për me zgjeru pistat, për shembull nivel ministrisë na u kanë drejtuar me kërkesën që me largu disa pisha për shkak se ato janë rrit nga mungesa mirëmbajtjes në të kaluarën, janë rrit edhe kanë ngushtu pistat e skijimit. Tani për me kriju me ngrit standardin në pistat e skijimit, duhet të zgjerohen ato pista. Edhe si rezultat i kësaj ata duhet kërkojnë lejet e ne që t'i lejojmë me i largu pishat prej shtigjeve ku i kanë zënë. Në anën tjetër, projekti i madh që është premtuar brenda këtij mandati që të realizohet, administrata edhe baza ligjore këto kanë filluar me u punu, mirë po shpresoj që do ta kemi atë qetësim politike, pra që të vazhdojmë këtë mandat në mënyrë që të realizojmë si projekt, sepse Brezovica për dallim prej qendrave të tjera të skijimit është një qendër e jashtëzakonshme, sepse mban borën deri në muajin prill, maj, edhe mundet me u shfrytëzua ajo zonë, kështu që është në interesin tonë strategjik si qeveri edhe do të punojmë në atë drejtim. Pra, vetëm si bazë ligjore ka fillu me u punu. Ka fillu administrata këtu, po zakonisht në projektet e mëdha janë procedurat fillimisht që janë procedurat administrative, pastaj nuk ka një datë konkrete kur mund filloj të punohet. Aty vetë se ka fillu që të punohet në ndërhyrjet ku është nevojshme. Për pas rregullimit të terrenit, po. Sepse ajo do të shkon pjesë-pjesë. Investimi i Brezovicës do të bëhet pjesë-pjesë, do të ketë në investime cilat edhe e mbrojnë zonën, se investimet do të më shkojnë në përputhje me natyrën e Brezovicës. Pra mos me dëmtuar Brezovicën, po në anën tjetër ne kemi edhe ndërtime ilegale brenda zonës së Brezovicës. Gjë që bie tek dikasteri ministrisë time, pra që me pa çka mund të ndërmarrim në adresimin e ndërtimeve ilegale në zonë. Sepse nëse dëshirojmë t'ja kthejmë atë namin që e ka pas Brezovica, ta bëjmë edhe një qendër atraktive për në Evropë, neve duhet që të ndërmarrim edhe disa masa që ndoshta nuk janë të mira për disa grupe të interesit ose disa individ që operojnë ndej, por ndërtimet ilegale në zonat ku janë zonat të përbashkëta të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe janë në interes shtetit, duhet me u pastru dhe me u liru. Mirë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës po dal pak të zhvillimet aktuale dhe po ju liroj se e di që i keni seancën, ministre. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe organizata të shoqërisë civile kanë theksuar se procesi i përzgjedhjes së antarëve të bordit të RTK-s është i komprometuar. Cili është qëndrimi juaj si parti në pushtet? A është politika jashtë i procesi? Edhe e kisha me shkas me ju bo këtë pyetje se edhe emri juaj është lakuar muajve më parë, veç një deklarat prej ministres sa ka dorë pushteti në përzgjedhje të një bordi të një medias publike. Me qenë se ka shkrime pa fund që bëhen rreth kësaj çështje.
Aktualisht, si që edhe thash, fokusi jam është 100% tek ministria dhe nuk e marr fare me këtë çështjen e përzgjedhjes së bordit të RTK-s, por çka mund të them për asaj që në të kaluamën kam qenë shumë e angazhuar edhe si deputete në kuvend, për herë të parë Kosova është vlerësu edhe me raport të Komisionit Evropian që bordin e RTK-s e kemi zgjedhur në mënyrë të pavarur, bordin e parë si qeveri. Tani, si kuvend, tani bordi tjetër i cili duhet mos zgjedh, unë jam 100% e bindur që aty s'ka ndryshu asgjë. Pra prap do të jetë një bord i pavarur, në mënyrë që RTK-n ta kthejmë në një televizion, i cili është profesional, i pavarur dhe që merret shembull në rajon. Komente të ndryshme edhe nga asociacioni, por unë do doja pas përzgjedhjes t'i kem edhe të gjitha ata kolegt mi që janë si në përcjellje të gjithë procesit për me pasa transparent, nis nga flutra e shumë emra të tjerë, ta shohim se si do mbyllet ky proces, por komente të shumta ka pas për ndërhyrje, për shkarkime, për ndryshimet pozitës. Finalen do ta diskutojmë prap në studio. A do ta çoni mandatin deri në fund? Po flitet për mundësinë e zgjedhjeve të reja. Unë si ministre po punoj për me që mandatin deri në fund, edhe gjithë ministrat tjerë janë duke bërë një gjë të tillë. Ne po bëjmë përpjekje si lëvizje vetëndosje dhe kryeministri po bëjmë përpjekje maksimale që të gjejmë një rrugë që të mos shkojmë në zgjedhje të reja, sepse zgjedhjet e reja nuk sjellin rezultat tjetër. Lëvizja vetëndosje do të kthehet po me këtë përqindje dhe prapë do të përfundojmë në një situatë të njëjtë, edhe opozita do dalë edhe më keq se sa që ishte, por jo vetëm me përqindje, por edhe me një reputacion shumë të dëmtuar, sepse nuk do të kenë mundësi të përgjigjen pyetjeve të qytetarëve se pse na çut në zgjedhje tjera kur rezultati tash është pothuajse i njëjtë. Edhe ne, ashtu siç kemi thënë edhe në fillim, ne nuk bëjmë pazare me postet, ne dëshirojmë që të bashkëpunojmë edhe të dakordohemi në një bashkëqeverisje të mirë, siç ka qenë edhe oferta jonë për lidhjen demokratike të Kosovës. Mirë po siç duket ata nuk janë të interesuar dhe po duket hapun që ata nuk janë shumë kundër neve sa janë kundër vendimeve që kanë marrë qytetarët e Republikës Kosovës, sepse qytetarët kanë votuar në një proces të drejtë edhe të hapun, transparent, kanë votu për lëvizjen vetëvendosje për 51% pra që ne kemi në qeveri aktualisht. Prandaj mesazhi qytetarëve është i thjeshtë, ne po kërkojmë që ta respektojnë këtë, mirë po nëse opozita nuk e respekton dhe detyrimisht të vendosë që shkojmë në zgjedhje, atëherë qytetarët duhet ta përsëritin edhe një herë të tregojnë opozitës që vullneti i tyre është i patjetërsueshëm edhe nuk mund të tjetërsohet me bllokade të tilla. Do t'i sjell shumë shpenzime vendit ky proces zgjedhor. Gjithsesi do t'i sjell shpenzime vendit, përveç shpenzimeve do t'i sjell edhe stagnim, sepse ne do të humbim tyra, do të humbim të ardhura tjera, po ashtu edhe do të humbim në projektet tona të cilat i kemi jemi zotu që do t'i realizojmë edhe shumica prej tyre disa kanë filluar me u realizu, kështu që çdo projekt do të ngecë, do të mbeten mbrapa. Është shumë e rëndësishme sepse i kemi lojrat mesdhetare, të cilat po bëjmë përgatitjet maksimale që të jemi të gatshëm t'i presim në 2030. Pra çdo blokad, çdo zgjedhje e re, pra zgjedhjet e reja neve na mbajnë peng që të mos i kryjmë punët tona dhe të mos përgatitemi në kohë për lojrat mesdhetare që janë të parat për neve dhe janë tepër të rëndësishme me mbajt në Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit. Suksese sot kuvendin e Kosovës, shpresoj të shihemi për lajme të mira për vendin. E di që masa disa prej dëgjuesve tanë janë shumë të zhgënjur për procesin e rizgjedhjeve, ka shumë fatkeqësisht prej atyre që thonë s'do dalim fare kësaj here, se janë aq të lodhur, por ky vend nuk e di kur do stabilizohet edhe me fillu me punu për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, unë i kisha ftuar si një qytetar me dalë edhe më masovikisht, sepse duhet me dërgu një mesazh të qartë që vullneti i popullit është vullneti i popullit. Nuk bllokohet e as nuk
mund të tjetërsohet. Faleminderit shumë, suksese.